Ibn Qayyim thot: njeriu nuk arrin te Allahu me anë të veprave të mëdha, por përmes zemrës së përullur që qanë në errësirë. Ai tregon se njeriu më afër Allahut nuk është ai që flet shumë, por ai që qanë shumë për të. Ai që kur bie në mëkat kthehet me gjithë zemër, sepse Allahu e do atë që pendohet më shumë se atë që nuk gabon kurrë. Në një natë të gjatë, një dietar qantej dhe lutej. Dikush e pyeti: pse qan kaq shumë? Ai u përgjigj: sepse ndjej se kam nevojë për Allahun më shumë se ajrin që marr frymë. E si të mos qaj kur ai është i vetmi që më kupton edhe kur nuk flas. Kjo është drita pas errësirës, pendimi i sinqertë që e bën njeriu më të pastër se para mëkatit.